Të dashur shikues të emisionit Fix në Ku, kemi dalë pak në teren, jemi në njërën prej apartmenteve më të veçanta në krejt Republikën e Kosovës. Pse? Sepse bashkarisht me zotri Aslan Krasniqin kemi me kuptu qysh është e mundur me pas kaq shumë fotografi brenda edhe kaq shumë histori të Republikës sonë, edhe histori edhe dhimbje, por edhe krenari pa dyshim në secilën prej shkrepjeve tashmë me shumë dekada, apo jo, zotri Krasniqi? Po, shumë e vërtet, po. Unë kom filluar që është vitin 1963, dhe më thonë, pi 6 dekada, që fotografoj, edhe këto fotografi, këtu që ka i shifni, janë fotografit e ngjarjes fundit të historisë Kosovës. Pse Exodin 99, çka është kjo? Po, Exodin 99, dhe më thonë, Exodin e dini, gjithë kush e din çka dhe më thonë Exod, dëbimi, edhe 99 dihet që ka ndodhur në vitin 99. Pre kjo dashuri për me shkrep fotografi, a është kthyer ndoshta edhe në mision ndër vite? Po, është kthyer, se fillimi im fotografi pa kur farë qëllimi, ka qenë veç një dëshirë, një qef me pas një aparat edhe me fotografue. Ajo fotografia e parë që do ta shihni më vonë është fotografia e shkrepur në vitin 63, asë më ka shku mendje që dhe tjetë aja sot këtu e ekspozuar. Sa në përgjithësi, sepse edhe shikues kanë me pas mundësinë me po krejt apartamentin me gjitha këto fotografi, sa është numri i fotografive edhe sa është numri i krejt, le të themi kështu, atyre të publikuara ose të printuara që mundemi me i po na sot gjatë ditës? Sot këtu që keni me pa këtu të kësotit kampeve, pra për që ta kuptojnë publiku ma mirë, janë 99 fotografi që simbolizojnë vitin 99. Pastaj ka tjera fotografi, numrin eksakt nuk e di në prodhoma, dhe të i shifni ma vonë, që janë të fotografi të NATO-s, të Rambouillet's, të Parisit, besoj që shumica njerëzve e din, që ka pas në NATO, që ka pas në Rambouillet dhe në Paris. Dhe pastaj janë edhe disa grafite që do të shifni me një qëtër pjesë, edhe ato janë të asaj kohë, do t'ju tregoj ma vonë se simbolizimin e tyne. Pastaj kom në korridor disa menjoje, ku t'june e kështu me radhë. I kemi shohim sepse pa dyshim publiku ka dëshirë shumë i po gjitha këtu foto. A ikim? Hajde ikim e shohim bashk tër këtë apartment i cili është jashtëzakonisht i veçantë, thash. Përndryshe gjendet në komunën e Fushë Kosovës, apo jo, zotri Aslan? Po, duket korridori me dekorata, me mirënjohje edhe prej asociacionit të gazetarëve, por e përmend vitin 1963. Kjo është shkrepja jote e parë, me sa kuptova. Kjo është një prej të parave të vitit 63, kur kom filluar me fotografu edhe kur nuk kom menduar që kjo fotografi do t'jetë ekspozuar këtë sot. 2 djemë të rinë në pritje për fatin e tyre. Në vitin 1956, prindërit u larguan nga Kosova në Maqedoni për të ikur në Turqi. Më vonë njëri u larguan nga Maqedonia për në Belgjik, e pastaj për në Suedi ku jeton sot, tjetri u kthye në Hevali në Kosovë ku jeton sot. Ngjarje e vërtet? Ngjarje e vërtet që të dy janë gjallë. E din që ekziston kjo foto? E din edhe kanë fotografinë. E kanë. Çfarë emocioni e kanë pas ata kur ja u ke dhënë fotografinë? E pa përshkruar. Se vornja ku më thonë, mas lufte. Dhe më thonë, sa vjetë u dash që këtë fotografi të nxjerr e t'ja bëj dhurat atyne. E kanë kështu përapërsisht njëjtin format që të dy. Perfekt. Krahas kësaj fotografie i kemi edhe disa tjera të cilat po themi kështu janë fotografi. Po. Për shembull, kjo fotografi është e bëme në vitin 70. Unë nuk po e lexoj, po e di përmendsh, në vitin 70 në Turqi. Të gjithë janë shqiptar, të gjithë janë këngëtar, lojtar të futbollit, ku diun, të gjithë i kom gjetë në qytetin Bursa në Turqi. Edhe kam nejt me ta një kohë gjatë. Kjo është me një tjetër qytet afër Bursës që quhet Inegöl. Këto tjerat janë në Belgjik, këtu të gjitha janë në Belgjik. Në fakt, një karakteristik tjetër me sa po e kuptoj unë, të gjitha shkrepjet
kanë të bëjnë edhe me një histori, kanë të bëjnë edhe me një vuajtje të shqiptarëve, sepse secila prej këtyre, asnjë person nuk e besoj që e ka lëshu Kosovën për qef. Eksakt. Këta janë njerëz që kanë ikë nga Kosova edhe nga Maqedonia. Shumica janë nga Maqedonia, bile edhe nga Kumanova. Këta djemë këtu. Të gjithë janë mergatë, të gjithë janë larguar për një problem që ka ndodhur atëherë, viteve 50, që ka qenë dëbimi i shqiptarëve nga dhuna e Rankovicit atëherë. Po. Mirë, ikim, marrim edhe disa fotografi tjera. Patjetër. Këto do të thotë janë shkrepje, po. Edhe me tutje janë shkrepje të asoj kohë, të shqiptarëve. Këtu nuk duket mirë, po është ajo ndërtesa MPS 8, si quhet. Në një, po, këto e në Amerikë, këto e në Belgjikë, e kështu me radhë. Mirë, perfekt. Edhe kemi përsëri, edhe këto janë në Belgjikë. Këtu qenë kanë grafitet, apo po vazhdojmë tek e para dhumë. E para dhumë, ka të bëj me? Këto janë, është një pjesë vazhdimi i fotografive të kampeve. Këtu vazhdojnë, sepse nuk ka pas mjaft vend atje në salon, vazhdojnë këtu, pastaj këto janë tjerat, janë disa në Rambouillet dhe në Paris. Rambouillet këtu, Rambouillet, po, këto janë të Rambouillet's edhe të Parisit, këtu janë përzime faktikisht, këtu i kemi kokat e kombit. Kokat e kombit, po, disa të ndjerë, po, po, qosja, kemi të ndjerën e Rogova, ja këtu ku e kemi, po, ja. Çfarë ndjenje ka qenë, zotri Krasniqi, me përcjell njërën prej, le të themi kështu, etapave kryesore të historisë Kosovës, atë botë në Rambouillet? Kjo je pa qëllim, po kjo ka qenë me qëllim që në të shënoj historinë se që ka përnohet për shtetin tim, për vendin tim. E ke bërë krejtësisht papagesë? Krejtësisht, shumë faleminderit për pyetjen. Krejtësisht papagesë. Po kur thom krejt, nga viti 1963 deri sot, çdo gjë është bë papagesë. Vetëm që këto fotografi të mbesin historisë së vendit. Për ty, cila është pjesa më e mirë e historisë së vendit të Republikës tonë? Pyetja ndoshta pak e vështirë, sepse e ke përcjell Kosovën në secilën etapë, për atë arsye po të pyes. Gjitha e kanë rëndësi. S'ka asnjë këtu fotografi që ka rëndësi. Ajo me thonë me numër 1 kampet. Kampet. Ajo ku është vuajtja. Që e kom vuajt. Me të shqyqën e fotografit. Emocionale, pa dyshim. Fëmit. Çka mendon ky? Çka mendon ajo? Çka mendon ai edhe ajo tjetra? E kështu me radhë, cila fotografi e ka rëndësinë e vetë, dhimbjen e vetë. Shefe atja i më shumë, bismur, sa kam rinë më rinë, e ma i men. Se unë me marrjen e kom, mjaftë s'ka dume, po e thëmë publikisht, por këto fotografie unë nuk e harroj. Ku jenë bo? Këto janë në Qegran, këtu, ato janë në Kukës. Kështu që... Çka ka menu Aslan Krasniqi, qysh e ka qetësu vetën pas gjitha këtyre shkrepjeve? A ka mujt me hongër edhe me pi Aslan Krasniqi pas këtyre shkrepjeve ato ditë? Unë edhe sot e kom këtu. Ashta duket. Edhe kështu dhe të vazhdoj, nuk ndryshoj. S'kam qësh me ndryshua. Se kom jetu me ta. Kom jetu të merin. Kom jetu e për si cilin ka diqka. Po du me të reguën. Po. Që këj person qante. Ka të reguën. 3 djemë mi kanë bra. Këtë jetëri këtu, lartë, ishte më shumë, 101 vjeqarë. Këtë jetëri, thot, jeta vazhdonë. Pavarësisht. Gjitha fotografi ka një dhe më thonje.
Ky, ta thëmë se s'ka që kam bënë, lirisht, ky ka thënë një fjalë shumë të ronë në mbledhje, që mu më ka bo nervoz që të bëj diçka dhe zbona, tha, nuk është fjala për pavarësitë të Kosovës. Francezi. Pse? Pse thoshte Se kështu? francez. Pse francez? Okej. Nuk ta më shumë pse. Në rregull jemi. Në anën tjetër, krahas Pastaj, kom vazhduar këtu është një tjetër epokë. Të më thënë, disa muaj më vonë, kthimi. Këtu duket data. Kthimi. janë duke u kthyer. Po, ja, kthimi. Janë duke u kthyer. Këtu janë në Kosovë. Këto të gjitha janë me një rivarim. Me një vend, sinqerisht nuk e bëj mend emrin e vendit, po ndërmjet Prishtinës edhe Mitrovicës. Para vushtrisë dikun, në vend ky rivarim. Këto e tjerat pastaj janë shkatrimet që kanë ndodhur, kjo është në Pej, Prekaz, ja varrimet e atëhershme që shkanë qenë, edhe këtu më lejoni, këto e në fotografi kthimi i kosovarëve nga Brukseli. Kjo është në Brukseli, nga Brukseli, në aeroportin e Brukselit. Këta njerëz ishin për të kthyer. E tash, zotri Krasniqi, e ke fotografu Kosovën në secilën etapë. A ndoshta besoj që edhe këtë ditën e kthimit keni pas emocione të shumta. Po ndoshta kanë qenë të gëzimit? Sigurisht, gëzim i madh. Kom qenë aty në aeroport pikërisht për t'i përcjellë dhe për t'i fotografuar në kthim. Kam tjera fotografi, po ato për me tregue që ka pas kom fotografu dhe kthimin. Edhe largimin edhe kthimin. Të dy etapat. Po. Mirë, nga dhoma e Rambujes, kështu po e quajmë, dhoma e Rambujes edhe e refugjatëve të luftës, po ikim tek një dhomë tjetër, apo jo? Po. Bën, na pri. Po. Ju thash të dashur shikues që me të vërtet është më shumë se sa spektakolare të vizitosh një apartament të tillë që gëlon nga historia definitivisht. Lutem. Po kjo është shumë interesante. Po janë interesant për ata që e kupton se Këto kanë qenë nëse nuk gabojnë në komunën e Gjilanit. Në hyrjen e Gjilanit. Në hyrjen e Gjilanit. Është hyrja me muret që në ato mure këto i kam gjetur në këto grafite po i quaj. Dhe bile i kam taku edhe artistët. Duke i bërë grafite. Po, tu i bën. Çfarë artist kanë qenë ndërkombëtar vendor? Jo, vendor. Të Gjilanas bile. Gjilanas, po. Këto domethënë duhet me tregu për publikun se domethënë faleminderit Madame Albright, faleminderit Bill Clinton, faleminderit Amerikë, faleminderit Turqi, Gjermani, danke Deutschland. Po, danke Deutschland, po. Pse faleminderit? Sepse këta bën që sot të jemi të lirë. Por ata unë mendoj që këto janë fotografi që duhet ruhen për gjithmonë për historinë e Kosovës, për ata që na kanë ndihmuar e sot jemi të lirë. Po e shoh këtu edhe një baner, me so kum kuptuan, me atë so ke mundësi edhe për kraje qoftë edhe ajo institucionale, mundohesh që gjitha këto fotografit ti publikosh në për sheshe, në për panajire ku do që jepet mundësia. Qëllimi im është që unë të ekspozoj vetëm në hapësira, në për sheshe. Pse do të thush? Sepse në shesh aty kalon i riu, i moshumi, i shkollumi, i pashkollumi, të gjithë kalojnë edhe i shohin, sepse të gjithë këtyne që i përmena i përkasin këtë fotografi. Me një galeri, nuk janë fotografit galerisë, nuk janë fotografit që ekspozohen me një galeri, se aty në ditën e parë do të ketë publik edhe pastaj, për mos me kritikua galerit, po e thëmë për fotografit e mija,
nuk tërhekin publik. Këto për ata unë i ekspozoj vetëm me banjer, me pilhur, të plastifikuar ose me qujt, që kanë qujt cerad, pra më pëthëm, me shumë fotografi. Për shumë këto të eksodit, të e kom një pilhur me 99 fotografi. Cila e para për tyne ka qenë 20 metra gjatë. Edhe shumë misa e publikve e dinë ato që ka qenë gjatë. Tashtë e kom reduktuar pak në 10 metra, për shkak malet për gjithë vend. Edhe për mu malet, edhe për me gjithë vend me ekspozue. Për kraja institucionale, po më interesant me ditë. Nuk ka fare për kraja institucionale? Jo, fare, s'muj me thonë se nuk du të njëroj një ndihme që kom pas nga Ministria e Kulturës, për 4 ekspozita, vetmen që kom pas si ndihme, vetmja. Tjerat s'ka pas. Nuk e bo kërkes ti, apo ata nuk kam dosht, ose ndoshta s'kam pas kushte? Nuk kom bo aq sa duhet, që mendoj të bëj mundësisht kërkes, që dëshira ime është që çdo qytet i Kosovës të kom një mundësi të ekspozoj në çdo qytet, se ka shumë qytete që nuk kom ekspozuar. Në Gjakov, Pej, Podujev, Mitrovic ka qenë një ditore, do më dhe nuk quhet. Prizren e kom ekspozue, nëse s'gaboj 2010 apo 2012, ka qenë ekspozit mjaft e mirë, edhe prap duhet. Kamenic, Gjelan, këtë të vene janë pa ekspozit. Kështu që, me thonë, bëj thirrje që eventualisht të më jepet mundësia të ekspozoj. Nuk është kur farë përfitimi për mua. Fare. Vetëm që të ketë mundësi publiku të shohin edhe mos të harrohet se që ka ndodhë. Kjo është shumë e rëndësi, mos të harrohet që ka ndodhë, se thuhet një fjalë që çka harrohet, mundet edhe të përsëritet. Në bazë edhe të përvojës, edhe nuk po themi kështu të moshës për shkak që ke numra, sepse ajo mosha është vetëm numër, unë besoj, nuk është numër, është kur gjë tjetër, por a duket që këto gjëra pak, ose ndoshta pak, ose ndoshta shumë, kemi fillu me i harru? Se çka ka kalu ky popull? Ka harrue, komplet kanë harrue. Komplet kanë harrue. Pse? Do të thuash që shumë herë më ndodh që është një pyetje shumë prekse, kur ofrohet dikush edhe i thot, më falna, po i them kështu në mënyrën se si kom dëgjuar të thon, Allah hile, çka janë këto? Kur i ka po fotografit, po e zem në shemsh. Allah hile, çka janë këto? Plot njerëz kalojnë përpara shumë herë edhe nuk e kthen as kryet me pa. Për publikun, s'po them që ja fali publikut, po nuk ja fali thuja udhëhecëve të këtij institucionit që kalojnë edhe i them lutem urdhër shikon s'po përmend kush, po ka kthena edhe s'kthehet. Kjo është një fatkeqësi. Kjo është një fatkeqësi. Për fund, sepse po besoj jemi pak edhe ka fundi dhe jemi misionit. Gjithë kjo punë vullnetare, me shumë dashuri për vend, një mesazh për rinin e vendit tënd dhe vendit tim. Çfarë duhet me vepru? Sa shumë duhet me dash këtë vend? Po mendon për vendin tim? Edhe për vendin tim? Edhe tonën. Që ka me thonë, nuk është tema ndoshta, po unë thëmë, mos largoni nga ky vend ka që i bukur. Vend ku ka perspektiv, vend kush don me punu ka punë. Vend që kom dëgjuar plot që kanë dalë, kanë shkuar, pas pe përmend apo pe përmend në Gjermani apo në Belgjik, edhe kthehen më mirë jam Kosovë. Më mirë pak se shumë e hiç. Shumë e hiç, se dia kuptohet kjo fjalë çka do të thonë, se nëse i fiton 2000 euro në Gjermani, harxhon 2500, nuk është fitim. Kështu që në Kosovë i fiton 500, po prap mund të vetë me diçka. Kjo është plus në vendin tënd. Plus në vendin ton, plus rrugat tua, plus lokalet tu, plus gjuha, plus çdo gjë.
çdo gjë. Zotëri Krasniqi, faleminderit shumë për edhe emocionet, edhe për elaborimin e secilës prej etapave ku shkrepjet e tua kanë kalu pikë pare, më pas përmes këtyre shkrepjeve është përcjellë edhe historia e Kosovës. Shumë faleminderit, inshallah do të ketë sukses kjo reportazh. Padyshim, besoj. Sukses e ty Faleminderit për emisionin tënë. Faleminderit. Ty faleminderit. Dashur shikues, bashkërisht me zotërin Aslan Krasniqin ju përshëndesim edhe vazhdoni me qëndru me emisione tjera të Koavizionit. Tung tung.